Shikues të dashur, mirë se takuam edhe sante në këtë natë prej natëve të bekuara të Ramazanit, duke lutur Allahun subhanahu wa taala të ndaj pranoj ibadetet, punët dhe veprimet të cilat i bëjmë në këtë muaj. Të na shtoj Allahu subhanahu wa taala devotshmërinë dhe krahas devotshmërisë Zoti xhallashan na shtov dije përmes cilës kemi me njoft Zotin dhe kemi me njoft rrugën e cila na shpije tek kënaqësia e tij. E ne edhe sante do të vazhdojmë me një të ftuar të radhës, me një temë shumë aktuale dhe shumë të nevojshme për kohën të cilën po jetojmë. Çdo kohë, por sidomos në kohën ku në përgjithësi kemi devalvim të kuptimeve thelbësore të Islamit. Se për çfarë do të flasim, do të shohim pas se të dëshirojmë se ardhi hoxhës së nderuar Bajram Karabeku. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se jemi vëllezër. Kënaqësi që jemi së bashku. Dhe në kënaqësi e veçantë. Lutja e madhe është përblej për angazhimet dhe për mundin që e bëni. Amen, gjithashtu edhe ju. E të gjeni në peshorën e veprave të mira. Hoxh, po fillojmë kështu. Historia e njeriut nga krijimi deri në tani dhe derisa Zoti xhaleshanuhu ka bë emër që të jetë kjo dynja, gjithmonë është një histori në vazhdimsi, ku çdo gjenerat lën diçka dhe gjenerata pasaj gjen diçka. E madje edhe brenda vet një gjenerate të njerëzimit, njerëzit kanë nevojë për njëri tjetrin dhe janë të varur për ndaj njëri tjetrit. Andaj duhet të jetë një mekanizëm i cili e mban krejt këtë rrjedh të historisë dhe të vazhdimit të jetës së njeriut, e mban të gjallë dhe e mban të freskët. Andaj ne shohim se është e nevojshme që njeriu të jetë vlerësues ndaj asaj që e gjen dhe e merr nga dikush tjetër. A ka ndonjë parim fetar i cili i shërben këtij kuptimi dhe kësaj esence të cilën e përmendëm? Allah shpërbleft gjithashtu edhe një herë. Hoxh Blerem, unë ndihem shumë i nderuar që jam pjesë e emisionit juaj. Ndërsa për temën për të cilën do të flasim me lejen e Allahut azza wa jall, apo thënë të drejtën, një koncept që ka qenë, por ka filluar të zbehet dhe të zhduket nga shoqëria jonë, është temë shumë e rëndësishme. Dhe feja i jep një rëndësi të veçantë asaj, sepse ajo është pjesë e karakterit të një njeriu të përsusur, pa marrë parasysh edhe përkatësisë fetare, sepse njeriu në boshtin e tij është i krijuar që ta di të mirën që ju është bërë atij. Edhe pse në shumicën ndërmuese të rasteve zhveshet nga natyrshmëria e tij dhe bëhet mohues i saj. Padyshim që tema jonë është për mirënjohjen. Që njeriu të jetë mirënjohës ndaj atij i cili ka kryer qoftë një shërbim më të vogël, bile besa më thon drejtën edhe dikush që veç nuk të ka pengu, edhe ndaj tij do të më qenë mirënjohës, siç ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por nëse më lejon fillimisht që ta definoj se çka është mirënjohja si koncept, e që pastaj mbi të ndërtojmë edhe diskutimin e përbashkët. Sigurisht se kjo është shumë e dobishme. Ne kemi konceptin e falënderimit, e i cili ka të bëjë falënderim karshi kryerjes së një shërbimi, karshi një ndihme edhe kështu me radhë. Momental. Po momentale. Nëse këtë falënderim e bartim ndërkohët, shndrohet në mirënjohje. Që do të thotë, nëse ti e ke kryer një shërbim, i ke ndihmu dikujt, ju ke gjenë dikujt momentet të vështira. Tash ai nuk të harron ty çat të mirë. Nuk të harron ty çat sakrificë, nuk të harron ty çat përpjekje dhe mund që e ke për ta ndihmuar atë. Bartja asaj ndërkohë quhet mirënjohje. Shkallë më e lartë, po shkallë superiore ose superlative e falënderimit është mirënjohja. Për këtë shkak, shumë njerëz janë falënderues, por pak nga ata janë mirënjohës. Që do të thotë, ata e falenderojnë personin kur ja kryen një shërbim, kur i ndihmon, i gjindesh diçka. Ndërsa pak janë ata që e bartin këtë falënderim edhe pas ndarjes nga jeta e atij që të kanë ndihmu, apo pasi që ti ke kalu krizën dhe ke arritur një, po them, jetë pak më të mirë, ai tu ka gjetur kur ke qenë në vështirësi, tash ti ke kaluar në standard tjetër, pak janë ata të cilët e bartin me veti këtë falënderim e që të përkthehet tek ta si mirënjohje. Kështu që mirënjohja është do të thotë një koncept shumë më i thellë i falënderimit dhe gjithashtu është një virtyt që përfitohet. Sepse ne e dimë që parimisht gjitha virtytet e moralit
Allah Azza wa Jalla i kalon që të jenë të mundshme për të arritur, sepse po nëse nuk kishin qenë të mundshme që të arrihen, kishin qenë pa koncept, domethënë më kërku prej neve me bëu diçka kur na nuk kemi mundësi që ta. E përmende këtë definicion i cili më pëlqej shumë dhe më bani shumë përshtypje. Ne shpesh herë edhe si shoqëni, po edhe është ndërtu një mentalitet ku shumë gjëra krejt që ka mujna me mrit e to është me thonë e mirë është. Madje edhe të disa për parimeve bazë të cilat janë të domosdoshme, arrin deri tek me thonë mirë është, kaq. Mirë është më falë. Mirë është më falë, për shembull, jo nuk është mirë më falë, duhet gjithsesi më falë, për shembull. A ekziston edhe tek çështja e mirënjohjes një lloj i relativizimi i këtij parimi, edhe me thonë mirë është me kominjos, a është deri tek kaq apo mirënjohja është ma shumë se kaq një obligim edhe një virtyt i cili është i pashmangshëm nga jeta e besimtarit. Padyshim se koncepti i mirënjohjes, sikurse koncepti i falënderimit që baza e mirënjohjes është falënderimi, Allah Azza wa Jalla thot la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum, karshi sahibi. Nëse ju jeni falënderues dhe mirënjohës, Allahu u ashton ato. Me përkthy më bukfalisht, nëse ti e mirënjohës ndaj dikujt, ka me qenë dikush mirënjohës ndaj teje. Nëse ti e falënderon dikën, ka me të falënderu dikush ty. Për këtë shkak, a kemi dëshirë ne që sakrifica jonë mos shkoj hoq që thojnë populli, dhe të falënderohet, dhe të shpërblehet po. Padyshim që edhe ne duhet që dikujt të rrim që shton në çet relacion që t'ia dim të mirën dhe të falenderojmë dhe të jemi mirënjohës ndaj tij. Për këtë shkak, ne nga e kundërta e asaj po e kuptojmë se mirënjohja nuk është e mirë, por është një obligim moral, edhe një obligim kolektiv shoqëror. Sepse e kundërta e asaj, wala in kafartum, nëse ju e mohoni atë mirësi, po vije si përballë saj dënimi i Allahut Azza wa Jalla. Për këtë shkak, kjo është nga obligimet kolektive që ndikojnë fuqishëm në lidhjen shoqërore dhe në formimin e një bashkësie, një komuniteti, një koncepti të një populli që janë mirënjohës ndaj njëri tjetrit dhe kjo punon dhe funksionon në mënyrë zinxhirore apo. Nëse dikon ka shkëputje, pjesa tjetër është pasive. Hoxh, mirënjohja. Sigurisht se njëri do të jetë mirënjohës për çdo gjë. Por nëse shohim nga vlera e asaj që njeriu e merr, sigurisht se do të jetë edhe shkalla e mirënjohjes. Andaj në raport me ata që na është përcjell neve dhe na është trashëguar neve dhe na është dhënë neve, i bie që gjëja më e shtrenjtë që ne posedojmë është besimi, njohja e drejtë dhe adhurimi i saktë i Zotit fuqiplot. Sa duhet të jetë ndjenja e falënderimit dhe mirënjohjes tonë ndaj atij zinxhirit të atyre hoxhallarëve, kontribuesve, kushdo që ka arrit me lidh nga ne e deri tek shpallja. Allahu shpërbleft. Shumë është me rëndësi që të kuptohet kjo formë e kronologjisë apo ndërlidhjes së falënderimit dhe mirënjohjes me ata që kanë qenë para nesh. Sepse Allah Azza wa Jalla në ajet Kur'anor thotë walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, deri në fund të ajetit të surës Hashr. Ku Allah Azza wa Jalla tregon se ata që kanë ardhur pas dhe çdo gjenerat që vije pas e ka një gjenerat që i ka paraprit atë apo. Allahu po e ndërlidh që ti t'ia dish vlerën dhe ta falenderosh dhe ti jesh mirënjohës për gjeneratën që ta ka sjell këtë mirësi, duhesh që ti jesh ai i cili bën lutje për ta. Ai i cili nuk e ndal kur Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. O Zot, na fal neve dhe vëllezërit tonë që na kanë paraprit në këtë rrugë. Për këtë ne, nëse na ka arrit neve diçka nga mirësia, në kryet saj Islami, në këtu treva ku ne jetojmë. Padyshim që dikush ka qenë ai që ka kontribu, ka sakrifiku që të ruhet Islami derisa ka arrit tek ne. Nëse ne nuk jemi mirënjohës dhe nuk jemi falënderues ndaj tyre, nuk i inkuadrojmë ata që ja u di me emra dhe ata që s'ja u di me emrat në dua dhe në lutjet tona, ne kemi qenë mohues të kësaj mirësie. E padyshim se mohimi një mirësie e tillë ka mundësi që
na privon neve nga duat e atyre që vinë pas neve. Pas neve. Kështu që është me rëndësi që me ditë këtë ndërlidhje. Kështu ka me vazhdu deri te gjenerata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që çdo gjenerat që vije bën dua për gjeneratën paraprake dhe në mënyrë të vazhdueshme çarkullon në mënyrë të rregullt kjo kronologji dhe ky po them kushtimisht ky zinxhiri i duave. E përmende hoxh edhe madhështinë e kësaj ndjenje të falënderimit të mirënjohjes ndaj atyre të cilët na kanë sjell në këtë rast Islamin, po çdo dobi dhe çdo gjë që ne sot e përjetojmë nga të mirat e përgjithshme. Ne shohim sot fatkeqësisht një zbehje të kësaj vlere. A vjen ose cili është arsyeja ose nga buron kjo ndjenjë e mos mirënjohjes dhe mos vlerësimit të kontributit të dikujt që është para neve? Thënë drejt tash në kohën tonë në mënyrë më të veçantë dhe në mënyrë të spikatur, jemi duke jetuar në shekullin e mohimit të mirënjohjes. Edhe një farë forme të distancimit nga çdo kush i cili thret në diçka nga vlerat. Për këtë shkak koncepti i mirënjohjes duhet që të përmirësohet mbi bazë të përmirësimit të koncepteve të gjitha të cilat e përbëjnë një shoqëri mirënjohëse dhe një shoqëri falënderuese dhe një shoqëri kontribuese dhe kështu me radhë. Wallahu alem ka mundësi që ndikon ngritja e vetdijes tek njerëzit se këtë të mirë që e ki, qoftë për shembull lirinë që ne e gëzojmë, dikush ka dhënë edhe jetën që të realizohet dhe të arrihet kjo. Dikush i cili tash del nga shtëpia e tij dhe nuk frikohet që dikush ka për ta ndalë dhe ka për ta përsekutuar mos flas diçka më shumë se kaq. Nëse nuk është mirënjohës ndaj atyre të cilët e dhanë kontributin e parë, ishin shkëndijat e para të kësaj lirie, padyshim që ky nuk ka me rujt as këtë vend, e as këtë atë e as këtë gjuhë, e as këtë kurrë, sepse ai nuk e din konceptin e të qenurit në robëri. Për këtë shkak ne duhet të vazhdimisht që ta përcjellim. Ndoshta emocionalisht nuk mujmë, po s'poku teorikisht se çka është sakrifikuar që të ruhet, pastaj tek gjeneratën e reja kjo. Ky koncept. Pastaj edhe njëjta është edhe çështjet fetare, apo ne duhet që të tregojmë se ka pas njerëz për të mos e prish muajin e bekum të Ramazanit. Apo çështo sikurse që kemi ne para veti hurma dhe kështu me radhë, ato ne ju kanë marrë me zër para iftarit që më aprish ato në agjerimin, vetëm që mos të realizohet të thotë dëshmia se janë musliman. Thjeshtëria e adhurimit. Tash ne jemi në liri, edhe në vendin tonë, po edhe në kryerjen e adhurimeve. Nëse tash nuk jemi të vetëdijshëm që ta shfrytëzojmë këtë liri, qoftë për kontributin dhe në ngritjen e shoqërisë tonë, vendit tonë, po gjithashtu edhe në ngritjen individuale të adhurimeve tona, të sakrificës tonë, është problem sepse kjo ka mundësi që na kthehet edhe pastaj e lusim Allah, po nuk na rikthen Allah azh në këtë gjendje në të cilën jemi. Po që tërheqen një paralele shumë më rëndësi. Dhe ndoshta në këtë pjesë kam pak më emocionale për shkak edhe të përjardhjes edhe të disa sakrificave të vështira që i kem kaluar edhe si rajon atje në Ndrenic, pastaj edhe lajmet që na kanë ardhur nga hoxhallarët e vjetër, të cilët është dashur me muaj të marrin një leje të caktuar që të mbledhen në vend që të flasin njerëzve kështu me radhë. Po ka qenë sakrifica shumë të mëdha edhe përpjekje shumë të mëdha të asaj të cilën është arrit deri më sot. Vlerësimi i saj sigurisht lutem Zotin e Madh të na vetëdijsoj dhe te këto fjalë që ti thatë të jenë një lloj zimin nga ai gafleti dhe shkujdesja që ne ta kuptojmë realisht atë cilën e posedojmë, mundësinë me ardhë, me dalë, me adhuru Zotin, me punu për vendin, me kriju familje të shëndosha, pa këto pengesa, sigurisht janë begatit maja, lu Zotin e Madh që të mos jetë kundërta që vetëm as se ti hupim, ti kuptojmë këto begati. Ne shohim sot se ndoshta mungesa e kësaj mirënjohje krijon shumë përçarje, grupe, njerëz që dëshirojnë merita të caktuara, sot do ta kthente unitetin edhe afërsinë tonë të munguar kur ne jemi mirënjohës ndaj tjetrit. Në momentin që humb mirënjohja si koncept, zavendësohet ajo
tek njëri me një ego, me unin, e i cili nuk është asgjë tjetër vetëm se rënimi krejt asaj që ka qenë para ti. Do thotë thuaj se ka fillu njerëzimi me te. Thuaj se çdo e arritur fillon me te. E kjo është një koncept shumë i rrezikshëm për ne. Në mënyrë që na ta mënjanojmë këtë rrezik permanent, duhet që të punojmë dhe të kontribuojmë që në shoqërinë tonë të instalohet mirënjohja ndaj çdo kujt deri tek ai që në shumicën ndërmuese të rasteve nënvlerësohet, ai që i mbledh mbeturinat për shembull. Paramendo mohimi i mirënjohjes ndaj tij. Do të thotë kur far roli ata, edhe nënçmimi tëne kish më na mlu bërllu. Veç një 2-3 ditë mos më dalë me mbledh ata. Për këtë shkak na kemi nevojë që të në atë mënyrë të organizojmë që të jemi mirënjohës ndaj secilit, sepse nuk jetohet në këtë sipërfaqe të tokës vetëm se kur jemi të bashkuar. Është një statistikë që tregon të thotë se njeri, për shembull, prej elementeve kyçe ose prej negative, pa të cilën nuk mundet me jetu njeri, sidomos tek vendet tona është buka, gruni. Është bërë një statistikë se një njeri me punu 24 orë pa pushim hiç, nuk mundet me arrit me marru një bukë, veç një bukë. Për shkak se sa ka punë që duhet me mbjellë, me kore, me prite. Krejt ato nëse nuk i kryen dikush një pjesë, dikush një pjesë, nuk arrihet deri te një bukë. Apo kupton? Për këtë shkak ne duhet që të jemi mirënjohës ndaj çdo kujt edhe për një të vogël që ne e shohim si të vogël e realisht janë të mëdha ato. Apo në momentin që ne bëhemi vetjak, edhe në farforme e përjashtojmë se të ketë dikush tjetër, po them kushtimisht, mirësi që na do ta falenderojmë dhe të jemi mirënjohës ndaj tij. Kemi bu një shoqëri egoiste, e cila ndërtohet mbi parimin e unit të tij dhe plotësimit të epshave të tij vetanake, e cila nuk i kontribon as vendit, e as shoqërisë e lërë më fes, apo. Pastaj kjo do të shndërrohet në një, po them kushtimisht, smundje që do ta përçojë unitetin e një populli dhe të një kombi dhe të një feje, e cila pastaj ka me qenë shumë kafshat e lehtë që thojmë për armikun, apo. Dhe për këtë duhet me kuptu se në momentin që ne nuk ja dim atore që kanë qenë para nesh, sakrificën dhe si më mirënjohës ndaj tyre, pa dyshim që kjo shumë ka për t'i kontribu çdo kujt që ka, po them kushtimisht, synim tek ne. Apo në aspektin fetar, kjo i ndihmon shumë që djalli i mallkum të fus tek ne përçamje, të fus tek ne dyshime, të mundohet që të na largojë neve nga burimi origjinal dhe kështu me radhë, edhe në aspekte tjera, qoftë kombëtar, qoftë këtë njëjtën e presin armiq të cilët na e të rabësuar bina, domethënë ndgatshëm dhe mbrëm janë ndgatshëm të na vazhdojnë. Për këtë ne duhet që ta kuptojmë se nuk ka shoqëri e cila synon prosperitet dhe synon ngritje vetëm se kur funksionon mirënjohja si koncept bazë në atë shoqëri. Shumë rëndësishme. Përmendë pak çështjen e kthimit në burim edhe të informacioneve edhe të dijes së duhur, e cila sigurisht se na ka ardhur me ata zinxhirët e artë, zinxhirin e artë të transmetimit të bartjes të kuptimeve të fesë, qofshin ato kuptime të teksteve, qofshin ato bartja e teksteve, qofshin ato kuptime të cilat janë nxjerrë. Jo rrallëherë ndodh njeriu në momente caktuara, sidomos ndoshta të rit, të cilët fillojnë me lexu aty këto, me marr dikun një informacion, me marr dikun një dije, me marr dikun një kuptim caktuar dhe e shohin një lloj shkputje se tash jemi të mjaftueshëm ne edhe nuk kemi nevojë për ata të cilët ishin para neve. Ndërsa unë di edhe nga përvoja e trajtimeve të cilat i banë me njohjen e mirë të gjeneratave të hershme, kemi ndonjë shembull të vlerësimit të lartë që ja kanë bërë mësuesve të tyne, pasardhësve të tyne për shkak të dijes që e kanë bartë ata, që ne ta marrim si model të vlerësimit edhe të mirënjohjes se atij thesari që na kanë lënë parët tanë. U zhvlerëm, Allah është përlevët për këtë pyetje shumë të rëndësishme që na i hap tash një dritare bukur të gjerë që kemi mundësi të flasim dhe të kontribuojmë me lejen Allah të zogjëlte. Këtu padyshim që ne duhet që të mos e anashkalojmë kur shembullin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Mut'im ibn Adi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka mbjell tek pasardhësit e tij ato
thelbin e mirënjohjes, sepse ka qenë ai i cili këtë rast që po e përmendi, nuk ka nevojë me përshkruaj kur gjë më shumë. Mut'im ibn Adi ka qenë një kryeplak i një fisit madh, i cili s'ka qenë besimtar. As fisi i tij. Por pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku në Taif dhe duke u kthyer në Taif e kanë pengu me kaset që të hyjë në Mekë, është strehu tek fisi i Mut'im ibn Adi. Dhe Mut'im ibn Adi i ka jep një komoditet dhe një rahati dhe e ka marrë në garancën e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam tash që ka ndodhur në fund të periudhës mekase. Pejgamberi alayhis salam tash ka bëu hijret, ka ardhur në Medinë dhe ka formuar shtet dhe ka formuar ushtri dhe tash vije momenti i fiturës së parë, fiturës më madhështore në historinë tonë, fitoria e Bedrit. Pasoj e zihen rob disa njerëz nga ata të cilët kishin dalë për ta luftu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata ishin numri 70 pravësisht të. Pejgamberi alayhis salam nuk dinte se ç'të veproj me ta. Ndalet dhe kujtohet. Thot, po sikur, Mut'im ibn Adi të më kish dërgu një letër, liroj krejt këta, i kisha liru si shkak i asaj që më ka strehu në ditë. Një bëmërsie. Do më thonë, kjo është nivel tjetër nivel tjetër i mirënjohjes. Ai nuk është musliman. Ai është idhujtar. Edhe strehimin që ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë një kohë krize, po ka qenë punë dite, 2 ditë, 3 ditë, apo kupton? Megjithatë pejgamberi alayhis salam po thot ai më pas fol, më pas dërgon një shkresë, lirej o Muhammed ata që kanë ardhur me më luftu, jo mu, po dhe fëmijët e mi, apo i kisha liru pa kompenzim. Veç që ta ruaj çat lidhjen me të që e konformuar dhe pse ai ka vdek, është më interesant, po të kishin gjallë, Mut'im ibn Adi kish pas një sens. Do ja ka kthy që ti ma ke bënë të mirë ta ktheu. Ka vdek Mut'im ibn Adi. Nuk është gjallë. Madhështore. Po Allahu është i gjallë që e regjistron. Po kjo nuk pat veç se pasoja, po them kushtimisht pozitive. Biri i tij u bë musliman. Jubair ibn Mut'im ibn Adi. Që do të thotë kur e pa se çfarë niveli të trajtimit ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndaj atij që ka bënë të mirë, e kuptoj se nuk është shtirje morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por është burimor. Apo e ne kemi nevojë që secili nga ne bamirësinë, humanitetin, sakrificën, ndihmën, heshtjen, faljen dhe kështu me radhë. Të mos i bëjmë me interesa të shkurta, t'i bëjmë për hir të Allahut azza wa jall, sepse atëherë kemi me gjetë ndikimin e asaj bamirësie, ndikimin e asaj fjale të mirë, ndikimin e asaj ndihme dhe kështu me radhë, apo të mirënjohjes kemi me gjetë në momentet më të vështira dhe më kritike kanë për të na hap derën, apo kanë për të na hap horizonte, qoftë kuptimit, qoftë në rrafshin fizik kështu të problemeve dhe kështu me radhë. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i pari që ne nuk kemi mundësi ta anashkalojmë asesi se çfarë mirënjohje kish. Pastaj edhe vazhdon kjo tek gjenerata dhe brezat pas tij. Për shembull, thot Ibn Abbasi radhiyallahu an, kush ma ka mësuar një mesele. Ibn Abbasi ka qenë një dietar më të mëdhtë sahabëve. Kush ma ka mësuar një mesele, jam i gatshëm apo që ti shërbej atij për kaq vite. Që domethënë ma ka mësuar një çështje në rregull. Sa do të më pagu, po tjetën, u kry, unë më me të bëj hizmet ty me vjet, vetë që më qenë mirënjohës ndaj kësaj, sepse ngritja e ignorancës është pa çmim. Domethënë, për shembull, njëri i cili u mëson të tjerëve të mirën. Dhe u mëson të tjerëve se çka janë vlera. Dhe të njëjtën kohë u tregon antivlerat dhe i tregon se sa janë të shëmtuar dhe të rrezikshme për një shoqëri. S'ka parë që paguhet, apo nuk ka me diçka në mënyrë materiale, apo për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë se ai që u mëson njerëzve të mirën quhet atje lart në qiell se është i bekum. Apo të bëjnë dua për te qoftë melekët, apo qoftë edhe peshqet atje në fund të detit, sepse është u mësuar njerëzve të mirën. Për këtë shkak edhe ne e kuptojmë që është do thotë të qendrët mirënjohës, se kur dikush prej teje e ngrit një vështirësi, e lemu një ignorancë, apo ti duhet më qenë mirënjohës. E na bash jemi duke folë të çështja e mirënjohës ndaj hoxhallarëve, ndaj atyre që na i kanë përcjellë në fen. Një njeri i cili mëson diçka nga libri, po atë libri ka shënuar dikush, e ka recensuar dikush, ka qenë shkak edhe sebeb që më të ardha i libër të ti, apo kupton? Nuk do të më qenë mohuesi krejt asaj dhe ti mund ndërlidh se
prej meje ka fillu, unë jam i pari që jam të e kuptu, jo, se ne edhe obligime kemi, që tekstet e fesë, apo, tekstet e shariatën mi kuptu në një një kuptimit caktum, apo, dhe nuk është e mundur që të zhveshemi qoftë nga kuptimet e tëne, qoftë nga konceptet e tëne, dhe kështu më radhë tani na me pretendu se jemi në të saktën, dhe kjo është nga deformimet, dhe do më thot, keq kuptimet e kohës, e që nuk është vetëm në këtë kohë, edhe kohët më herët ka pas deformimet e tilla, por kushdo që i kthen ato në burimet origjinale, ka për ta pasë se ato deformime fillon që të transformohen në formime pastaj. Ama duhet që t'japet mund. Hoq, shumë rëndësie për mene këtë shembull dhe këtë model, po themi ndoshta të papërsëritshëm tek ne. Po du me nxjerrë një kuptim ndoshta ose një nënpytje që mendoj se është shumë e rëndësishme. Qoftë se pejgamberi alayhis salatu wassalam këtë rast ka qenë minjos ndaj dikujt i cili nuk e lidh madje fare as besimi me ta për një moment caktuar që ka strehuar kështu me radhë. Ne shpesh herë ndodh që mirënjohjen ndaj dikujt e mohojmë për shkak të ndoshta të divergjencave të caktuara që i kemi me ta ose mos pajtimeve të caktuara që i kemi me ta, që tek e fundit janë të natyrës njerëzore ose janë të natyrës shkencore që janë të pranuara. Pra cili duhet jetë a duhet më shumë të shifen ato çështjet e dallimit apo më shumë duhet të fokusohem tek ato po themi frytet e asaj që na është përcjell që ta kthejmë në këtë pikë falëndrimin edhe mirënjohjen. Kështu duhet nisen të kuptojmë se ka mundësi që të bashkëveprojnë dyja një të në ku. Nuk është me dojmës që t'jemi krejt kopja njëri tjetërit, apo krejt t'jemi të njëtit, po thëmë kushtimisht, koncept, që pastaj t'kemi mirënjohje dhe t'kemi respekt të ndërsjellë dhe kështë më radhë. Ne duhet që ta kuptojmë konceptin se el hikmetu daletul mu'min, gjëja e mirë, urtësia, është pjesë e jotja që t'ka humbë. Ku do që ta gjesh atë, ti je më meritor për te. Do të thot, a duhet që ta falenderojmë dhe të jemi mirënjohës edhe ndaj dikujt i cili na ka kryer të mirë, po s'është me neve. Po, edhe këtë është sfida. Se te a e ki origjinale këtë mirënjohje apo nuk e ki origjinale. Sepse po nëse e ki origjinale, nuk e mat është me neve, është kundër neve. Po e mat me atë që e ki të më thënë pjesë të pandashme të zemrës dhe të karakterit. Parim. Për këtë shkak ne duhet çështjet morale. Mos t'i kemi me dije, po të kalojmë në ndërdije. Për shembull, mirënjohja si koncept shumë i spikatur në çështë temën tonë, apo. Për shembull, dikush i cili ta ka kryer të mirë, a do të mundal me menu se do të më falenderoj këta, apo falënderimin ndaj tij, apo falënderimin ndaj tij edhe kjo mirënjohje që tash të falënderim ma kulmur, apo do të më qenë pjesë e karakterit tonë që ti pa e mendu i thua ti faleminderit, pa e mendu që është në kom nëse e sheh që është të ardhë dhe kështu me radhë, sepse ka kalu nga dija në ndërdije. E morali i mirë dhe virtytet e morali duhet me kalu në ndërdije, apo nuk ka nevojë që ti me mendu se çfarë vlera, po për çfarë vlera ka me ndëgju babën, tani mu çu me ndëgju atë. Është skryt ke farpune. Apo duhet me kalu në ndërdije. E natyrshme. Duhet më kone natyrshme, apo çush çarkullon gjaku, qysh njëri merr frym pa e inicu këtë proces, apo merr frym thjesht, Allah azza që ashtu të ka kriju, që ashtu duhet me punu që të shndërrohen. Edhe arrihen këtu. Edhe arrihen, apo sepse nëse njëri e beson një parem, e beson se pa të nuk bën, tani ja lehtëson që ky besim aty rrugën që më arrit. Po kur ne e besojmë se është çështje periferike. Sigurisht se ne që e dim, për shembull, kur e dim se është mirë një punë me bu, nafile është. Pejgamberi sa më herë ka bu. Nuk është e një sigurisht ato që i konsideron si janë pjesë fundamentet të fesë. Domosdoshme. Domosdoshme, për këtë shkak ne duhet të punu që ta zhvillojmë tek ne, domethënë vetdijen që çështjet e mira, morali, falënderimi, mirënjohja, durimi dhe kështu me radhë më bëhen ndërdijen tonë, që do të pa inicimin tonë ato vetë me pas reagim normal në jetën tonë. E kjo lyp mund apo, por që kjo është ajo që Allah azza wa jalla na ka thonë, "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ata që përpiqen në munduan, ne u lehtësojmë rrugët. Apo që ne do të mundu. Zotë na baftil. Hoxha me këtë në fund, pse minutat shkojnë shumë shpejt, po besoj, kisha pas qef një mesazh përmbyllës të përgjithshëm se si ta ndërtojmë të ardhmen duke qenë mirënjohës për të kaluarën, për brezave të ri
çfarë do të kishe thënë për fund pas këtë kësaj të cilën e diskutuam? Brezave të ri, e që dhe ne jemi prej tëra. Nuk e di, nashta na pak i kena bodo vjetë. Megjithatë, këshilla është generale për gjithë. Se ne mirënjohjen ndaj dikujt duhet që të munduhemi ta bëjmë nga kënd vështrimi joni besimit. Nëse ne besojmë që dikush po të mos ishte, nuk e kishim pas këtë rahati, këtë komoditet, këtë besim, këtë liri të adhurimit, këtë liri të qarkullimit. Nëse ne besojmë qëta si, mas pare besojmë që pate nuk kish bu, dhe e dyta i shojmë frytet e saj, të dim se dikush ka jap mund për te, dhe nëse ne nuk jemi falenderus dhe mirënjohës ndaj tij, është rrezik që Allahu na i merr këtë begati, apo e pastaj nuk kthehet. Për këtë shkak këshilla jam është, porosia jam është që secili të mos e merr çështjen veç nga aspekti vetanak i tij, po ta konsideron se secili me mirënjohjen ndaj tjetrit është të ndiku në rujtjen e fesë, po në rujtjen e adhehut, në rujtjen e këtij vendi, në rujtjen e çdo vlere që për të është derdh gjak, apo e që kjo padyshim kam jep tani edhe vetdije të ndryshme atyre personave. Ndërsa nëse nuk e kemi këtë vetdije, është problem që ta ruajmë këtë vlerë. Zotë në ujtë. Hoxha Stegnaci, Allah shpërbleft, Luzotën Matjo Begatoj, e neve të na bëjmë mirënjohës. Ndaj të gjithëve, në këtë rast edhe ndaj teje që i bëre këto trajtime. Faleminderit shumë që isha në këtë emision. Allah shpërbleft, faleminderit shumë. Shikues të dashur, bota nuk ka filluar me ne. Ne kemi gjetë diçka. Atë duhet ta vlerësojmë. Dikush para neve ka kontribu, duhet të jemi mirënjohës. Në qoftë se pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e harroi dhe ishte mirënjohës ndaj një njeriu me të cilën nuk ndallte të njëjtin besim, e madje ai ishte i vdekur, çfarë po themi për kontributin dhe mirënjohjen ndaj atyre të cilët na kanë përcjell besimin, e pastaj ishin edhe shkaktarët e asaj të cilën ne sot po e përjetojmë lirin. Te në takimin tjetër, Zoti xhaleshanu pas mëshirën dhe rahmetin e tij.